Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Gjumi është një nga faktorët më të rëndësishëm për zhvillimin fizik, emocional dhe mendor të një fëmije. Megjithatë, shumë prindër përballen çdo ditë me të njëjtat sfida. Fëmia nuk flet lehtë, zgjohet shpesh gjatë natës ose refuzon të shkojë në shtrat. Shpesh mendohet se gjumi është diçka që fëmijët e mësojnë vetë me kalimin e kohës. Por në realitet, mënyra se si organizohet mbrëmja dhe rutina para gjumit luan rol vendimtar. Një rutinë e qëndrueshme ndihmon trupin dhe trurin e fëmijës të kuptojnë kur është koha për të qetësuar dhe për të fjetur. Pse është e rëndësishme rutina para gjumit? Trupi i fëmijës funksionon sipas një ritmi biologjik të quajtur ritmi cirkadian, i cili rregullon ciklin gjumës-gjem. Kur orari i gjumit ndryshon vazhdimisht, organizmi ka më të vështirë të prodhojë hormonin e gjumit melatoninën. Një rutinë e rregullt ndihmon që fëmia të flejë më shpejt, gjumi të jetë më i thellë, zgjimet gjatë natës të reduktohen dhe humori dhe përqendrimi gjatë ditës të përmirësohen. Fëmijët që kanë orar të qëndrueshëm gjumi zakonisht janë më të qetë dhe më të sigurt emocionalisht. Kur duhet të fillojë rutina e gjumit? Rutina e gjumit mund të fillojë që në muajt e parë të jetës, edhe pse tek foshnjat e vogla ajo është më e thjeshtë. Me rritjen e fëmijës, rutina bëhet më e strukturuar dhe më e parashikueshme. Elementi më i rëndësishëm nuk është kompleksiteti i rutinës, por përsëritja e saj çdo mbrëmje në të njëjtin rend. Fëmijët mësojnë përmes përsëritjes. Kur të njëjtat hapa ndodhin çdo natë, truri fillon ta lidhë atë proces me gjumin. Elementët kryesor të një rutine ideale të gjumit. Një rutinë efektive nuk ka nevojë të jetë e gjatë, zakonisht 20 deri në 30 minuta janë të mjaftueshme. Qetësimi gradual. Aktivitetet energjike duhet të ndalojnë të paktën 1 orë para gjumit. Loja intensive, zhurmat e forta apo emocionet e mëdha e mbajnë trurin aktiv dhe bëjnë më të vështirë fjetjen. Aktivitetet e qeta mund të përfshijnë lojë të qetë, vizatim, bisedë të butë familjare dhe higjiena e mbrëmjes. Larja, ndërrimi i pijamave dhe përgatitja për shtrat janë sinjale shumë të forta psikologjike për fëmijën se dita po përfundon. Banjoja e ngrohtë shpesh ndihmon në relaksimin e trupit dhe uljen e tensionit. Leximi ose momenti i afërsisë. Leximi i një libri ose tregimi i shkurtër krijon ndjenjë sigurie emocionale. Kontakti me prindin ndihmon në uljen e stresit dhe përgatit trurin për gjumë. Ambienti ideal për gjumë. Mjedisi ku flet fëmia ndikon drejt për drejt në cilësinë e gjumit. Dhoma duhet të jetë e qetë me ndriçim të ulët me temperaturë të rehatshme pas stimujt të tepër vizual. Ekspozimi ndaj ekraneve si telefoni, tableti apo televizori para gjumit mund të pengojë prodhimin e melatoninës dhe të vonojë gjumin. Gabimet më të zakonshme që prishin rutinën. Një nga gabimet më të shpeshta është ndryshimi i vazhdueshëm i orarit të gjumit. Edhe diferencat e vogla çdo natë mund ta rregullojnë ritmin biologjik të fëmijës. Gabimet të tjera përfshijnë përdorimi i ekraneve para gjumit, aktivitetet shumë stimuluese në mbrëmje, vendosja e fëmijës në shtrat shumë i lodhur, mungesa e një rendi të qëndrueshëm aktivitetesh. Kur fëmia lodhet tepër, trupi prodhon hormonin e stresit që në fakt e bëjnë më të vështirë fjetjen. Sa gjumë ka nevojë fëmijët sipas moshës? Nevoja për gjumë ndryshon me rritjen. Foshnja duhet të flenë shumicën e ditës dhe natës me intervale të shkurtra zgjimi. Fëmijët rreth moshës 1 apo 2 vjeç rreth 11 apo 14 orë gjumë në total. Fëmijët parashkollor duhet të flenë rreth 10 apo 13 orë. Fëmijët shkollor rreth 9 apo 11 orë gjumë. Këto janë mesatare dhe çdo fëmijë mund të ketë ritmin e vet individual. Roli i prindërve në krijimin e zakoneve të gjumit. Fëmijët nuk linden me zakone të strukturuara gjumi. Ata i mësojnë ato përmes përsëritjes dhe sigurisë që krijojnë prindërit. Qetësia, konsistenca dhe durimi janë më të rëndësishme se perfeksioni. Edhe nëse rutina prishet ndonjëherë, kthimi gradual tek e njëjta strukturë e ndihmon fëmijën të rikthehet në ritëm. Një rutinë ideale gjumi nuk është e njëjtë për çdo familje, por parimet bazë mbeten të njëjta. Qëndrueshmëri, qetësi dhe sinjale të qarta që tregojnë se dita po përfundon. Kur rutina bëhet pjesë e përditshmërisë, gjumi shndrohet nga një sfidë në një proces natyral. Gjumi i mirë nuk ndikon vetëm në natën e fëmijës, por në zhvillimin, humorin dhe mirëqenien e tij gjatë ditës. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.